Zgjidhje ka, por nuk mund të presim dot për zgjidhjen. Unë nuk e di tani pse po vonon ka shumë kjo zgjidhje ku ne dim se sa probleme është situata, nuk e di pse Ministria e Infrastrukturës nuk e merr përsipër impjantin e lënë për gjysmë, kur ndërkohë Shqipëria nuk po ankohet dhe nuk po vuan për mungesë buxheti, sepse buxheti emergjent 4 milion euro plus o hodhen vetëm për një këngëtar banal rapist nga Amerika, që sigurisht nuk solli as edhe një lloj vlere për këtë vend. Ndërkohë ishte një rapist me shumë skandale, nuk duhet merrem anën e rapistit. Rapisti ka punën e vet, por duhet merrem anën e 4 milion eurove, që po të ishin hedhur për ta përfunduar impjantin e tretimit të ujëve të zeza, sot ne nuk do ta kishim atë përballjen me një lum kaq të frikshëm sa sot që po flasim, por të paktën do ta kishim një shenjë pozitive, që të paktën ajrin që marrim do ishte më i pastër, uji do ishte më i pastër dhe do ishim më pak të rrezikuar nga sëmundjet që na kanosen çdo sekond. Problemi është që ky fenomen po shtrihet në lumenjtë të tjerë të vendit dhe ne nuk kemi asnjë parametër që përmirësohet. Kemi disa lumenj fatmirësisht që mbahen në parametrat pranueshëm, të tjerët janë përkeqësuar. Apo jo? Dhe kjo është një situatë që duket në rënje të lirë, duket sikur askush nuk merret më me asgjë në këtë drejtim. Saktësisht mbajtjen parametra nuk po mbahet nga ne, mbajtjen nga parametra po mbahen nga mungesa e zhvillimit përgjatë këtyre brigjeve të lumenjeve, sepse çdo lum shqiptar sot ku ka zhvillim ka ndotje. Mund marrim rastin e Vlorës, e Vjosës. Është një park kombëtar i mbrojtur me famë botërore, deri te Leonardo DiCaprio ka reaguar për këtë lum. Sot disa e din, disa nuk e din, disa nuk duan ta dinë, në Tepelen është një vend grumbullimi ilegal me mbetjeve që prodhon sot Tepelena në bregun e lumit të Vjosës. Që s'po bëhet asgjë fare. Ka teori studime plot, por ndërkohë sot e vazhdimisht edhe të ardhmen duket që ato mbetje do vazhdojnë të hidhen aty. Ndërkohë flasim për Valbonën. Krenaria e veriut e maleve shqiptare, Valbona dhe Thethi, vjet pat një përmbytje ose jo, përmbytje saktësisht një rritje nivelit të ujit, automatikisht mori dhe mbetjet që ishin hedhur përgjatë Valbonës për herën e parë në historinë e Valbonës, dhe ato mbetje u shpërndan gjithë anët e Valbonës në ato pemë që sot edhe shumë vite ato mbetje do vazhdojnë të jenë aty, sepse është pothuajse e pamundur të heqësh ato shishet apo qeset e plastikës që janë të varur në degët e pemës, sepse thjesht Valbona është një lum me rrymë të fortë dhe është e pamundur t'i pastrosh. Dhe kjo ndodh për arsye sepse disa zona të Valbonës, por edhe lumenj të tjerë që deri sot ishin të bukur dhe të mbrojtur ose të ruajtur, ato nga zhvillimi, vazhdimisht nga keq menaxhimi i mbetjeve, automatikisht ka më shumë prodhim mbetjesh, dhe automatikisht do të presim më shumë dotje. Prandaj i them që sot çdo bashki e Republikës së Shqipërisë ka venddepozitime ilegale që përfundojnë lumenj. Diku më pak, aty ku ka më pak zhvillim ose më pak banor, diku më shumë siç është rasti i qarku Tiranës, apo edhe qytete të tjera që po zhvillohen me agroturizma, me hotele rije, me plot gjëra të tjera që nuk e kanë infrastrukturën minimale të grumbullimit të mbetjeve. Ne sot flasim për normat të riciklimit, flasim për Bashkimin Evropian, që se besoj që dikush më shumë ose shumë kush si unë dëshiron aq shumë zhvillimin drejt Bashkimit Evropian saqë nuk di ku të dua më shumë, por ne sot nuk jemi në gjendje të grumbullojmë mbetjet. Kjo është minimumi 5 deri në 10% e totalit të mbetjeve që prodhon. Kjo është e trishtueshme dhe nuk e di se si planifikohet shkohet në Bashkimin Evropian kur nuk arrim ta grumbullojmë. Si do ta bëjmë grumbullimin e ndarë, si do ta bëjmë riciklimin, si do ta bëjmë ripërdorimin apo reduktimin të gjithë bazuar në hierarkinë e mbetjeve. Prandaj gjitha këto janë të realizueshme, ne e dim si bëhet, por thjesht vullneti në nivel qeverie, sipas mendimit tim si ekspert për mbi 10 vitesh në këtë temë, mungon ndjeshëm dhe nuk po merret seriozisht, ose do themi merret seriozisht shumë dokumente në bërjen e ligjeve, por zbatimi është në nivele skandaloze, madje po përkeqësohet në disa qytete, në disa zona. Po kjo është e qartë, Mirë, zoti Baman, s'kemi shumë kohë, do doja shumë të dëgjoja më shumë, megjithëse do të trishtohesha edhe më shumë, sa më shumë ju dëgjoj, po ju falenderoj shumë për këtë, për gjithë informacionin, për gjithë alarmin, edhe për gjithë shqetësimin që ju ngrini pa u lodhur dhe shumë ambientalistë të tjerë prej kaq kohësh. Urojmë që të bëhet diçka. Nuk duket gjë në horizont, po. Faleminderit. Më vjen shumë keq për realitetin, do ta them, më duhet ta them, vjen keq situata është e trishtueshme, por ka shpresë nëse i futemi punës për një Shqipëri më të mirë.